Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 41 vjeç dhe jetoj në Tiranë me gruan dhe djalin tim të vogël. Nëse dikush do të më pyeste se si është jeta ime, do t'i tregoja më shumë për lumturinë që kam qenë ndër vite një njeri me fat. Kam një familje që e dua, një punë të qëndrueshme dhe një shtëpi ku gjithmonë më pret dikush. Gruan time e njoh prej më shumë se 15 vitesh. Kemi kaluar bashkë periudha të mira dhe të vështira, por gjithmonë kemi ditur të gjejmë rrugën për t'u kthyer pranë njëri tjetrit. Nuk kemi qenë çifti perfekt, sepse një gjë e tillë nuk ekziston, por kemi qenë partnerë të mirë në jetë. Pjesa më e bukur e ditës time është mëngjesi. Zgjohem herët, përgatis kafen, dëgjoj zhurmat e vogla të shtëpisë që fillojnë ngadalë. Pastaj zgjoj djalin tim, i cili shpesh bën sikur fle, vetëm për të fituar edhe 5 minuta kohë në krevat. Çdo mëngjes kemi të njëjtin zakon. Ai ankohet se nuk do të shkoj në kopësht, unë bëj sikur zemërohem, gruaja e qesh me të dy. Dhe kështu nis dita. Pasi e përgatisim e çojmë në kopësht me makinë. Rrugës ai më tregon histori të pafundme për shokët e tij, lodrat e preferuara dhe planet që ka kur të rritet. Ka ditë kur flet pa pushim dhe ka ditë kur thjesht mban dorën dhe sheh nga dritarja. Janë momente të vogla, por për mua vlen më shumë se çdo gjë. Puna ime është e lodhshme, por nuk ankohem. Kam mësuar të vlerësoj stabilitetin, në mbrëmje kthehem në shtëpi dhe përpiqem të kaloj sa më shumë kohë me familjen. Ndonjëherë am darkë jashtë, ndonjëherë shohim filma në sallon, ndonjëherë thjesht rrim dhe flasim. Është një jetë e thjeshtë, por është jeta që kam dashur gjithmonë. Të paktën kështu mendoja. Muajt e fundit kisha filluar të vërej disa gjëra të çuditshme që nuk arrija t'i shpjegoja. Gruaja ime filloi të mbante qëndrim të ftohtë, ndonjëherë humbiste në mendime, her pas here buzëqeshte duke parë telefonin dhe më pas e mbyllte menjëherë ekranin. Në fillim nuk i kushtova rëndësi, të gjithë kemi momentet tona. Pas atyre ditëve të stresueshme, fillova të vërej edukatoren e djalit tim më shumë se ç'duhej. Kjo edhe për faktin se gruaja më kishte lënë pas dore. Në fillim u përpoqja ta bindja veten se nuk ishte asgjë. Ishte thjesht një njeri i sjellshëm që bënte punën e saj. Sa herë çoja djalin në kopësht, ajo priste me buzëqeshje dhe ai vraponte drejt saj me entuziazëm. Por me kalimin e javëve fillova të pres minutat e mëngjesit. Prisja të shija atë, prisja të flisnim, prisja bisedat më të zakonshme. Nuk më pëlqente ta pranoja, por diçka po ndryshonte rrejtësisht brenda meje. Në shtëpi vazhdoja të bëja jetën time normale. Gruaja nuk ishte vënë re pothuajse asgjë dhe djali vazhdonte rutinën e tij të zakonshme. Por mendja ime shpesh përfundonte tek edukatorja. Ai quhej Edlira. Ishte rreth moshës time, e qetë, e duruar dhe kishte një mënyrë të veçantë komunikimi që të bënte të ndiheshe i dëgjuar. Një mëngjes, pasi lash djalin në klas, ajo më tha: "Po ecën shumë mirë këto kohë, është bërë më i hapur me fëmijët e tjerë." Ishte një koment krejt normal, por gjatë gjithë ditës mendova për të. Pikërisht atëherë kuptova se po hyja në një territor të rrezikshëm. Fillova të gjeja arsye për të shkuar më shpesh në kopësht. Ndonjëherë pyesja për gjëra që mund t'i kisha pyetur me telefon. Ndonjëherë shkoja pak më herët për të marrë djalin. Sa më shumë përpiqesha ta largoja nga mendja, aq më shumë mendoja për të. Një ditë ndërsa isha në punë, e kapa veten duke buzëqeshur vetëm sepse më kishte ardhur ndërmend një bisedë që kishin bërë disa ditë më parë. Atë moment u trëmba nga vetja. Në fund të ditës isha burr i martuar. Kisha një familje, një djalë që më adhuronte, dhe megjithatë po ndjeja diçka që nuk duhet ta ndjeja. Por ndjenjat nuk pyesin gjithmonë nëse është momenti i duhur.
një mëngjes të premte ndodhi diçka që nuk e kisha planifikuar. Çova djalin si zakonisht në kopësht, ai hyri në klasë dhe unë nisa drejt daljes. Por rrugës pash derën e zyrës së Edlirës gjysmë të hapur. Ai ishte vetëm në zyrë. Për disa sekonda qëndrova aty pa lëvizur. Pastaj trokita lehtë. Ajo ngriti kokën dhe buzëqeshi. "Hyr", më tha. Hyra brenda dhe mbylla derën pas vetes. Në fillim folëm për djalin, pastaj për gjëra të zakonshme, pastaj ra një heshtje e çuditshme, një heshtje që më dukej sikur po thoshte shumë më tepër se sa fjalët. Zemra po më rihte fort. E dija që duhej të largohesha. E dija që nuk duhej të isha aty. Por për herë të parë pas shumë kohësh nuk po arria të kontrolloja atë që ndjeja. Kur ajo më pa drejt në sy, kuptova se ndoshta nuk isha i vetmi që e kishte vënë re atë afërsi që po krijoi mes nesh. Në atë moment dikush trokiti fort në derën e zyrës dhe gjithçka ndryshoi. Trokitja në derë më solli menjëherë në realitet. Edlira u ngrit për të hapur derën, ndërsa unë qëndrova në vend duke kuptuar se sa afër kisha qenë afër një gabimi që do më ndryshonte jetën. Ishte një kolege e saj që kishte nevojë për disa dokumente. Biseda u ndërpre dhe pas pak u ndola nga zyra. Gjatë gjithë rrugës për në punë nuk mendova për asgjë tjetër. Për herë të parë e pash situatën nga jashtë, por rrezikoja familjen time për një ndjenjë që kishte lindur nga rutina, lodhja dhe emocionet e momentit. Atë mbrëmje u ktheva në shtëpi më herët se zakonisht. Gruaja po përgatiste darkën, ndërsa djali po luante në sallon. I pash të dy dhe ndjeva një lloj qetësie që e kisha haruar. Pas darkës i tregova gruas se muajt e fundit isha ndjer i larguar emocionalisht dhe se kishim nevojë të flisnim më shumë me njëri tjetrin. Nuk hyra në detaje për ndjenjat e mia ndaj Edlirës, por isha i sinqert për faktin që diçka në martesën tonë kishte nevojë për vëmendje. Për habin time, edhe ajo kishte ndjerë të njëjtën gjë. Nga ajo natë filluam të kalonim më shumë kohë bashk. Bëm gjëra të vogla që i kishim lënë pas dore prej vitesh, shëtitje, darka, vetëm ne të dy dhe biseda pa telefon në duar. Përsa i përket Edlirës, ajo mbeti thjesht edukatorja e djalit tim. Një njeri i mirë që më bëri të kuptoj diçka të rëndësishme. Ndonjëherë nuk dashurohesh me një person tjetër. Ndonjëherë thjesht kupton se ke lënë pas dore atë që tashmë e ke. Sot kur e kujtoj atë periudhë jam mirënjohës që u ndala në kohë, sepse familja ime nuk ishte perfekte, por ishte vendi ku doja të isha. Dhe ndonjëherë fundi më i mirë i një historie është të kthehesh në shtëpi.